Sot në studio do të flasim për një temë shumë të prekshme dhe shumë aktuale edhe për shoqërinë tonë, Mërgatën. Mira qytetarë të Maqedonisë së Veriut jetojnë jashtë vendit, por lidhja me atë dhe unë mbetet e fortë përmes gjuhës, kulturës, traditës, identitetit dhe kontributit të tyre të vazhdueshëm. E për të folur më gjërësisht sot rreth mbështetjes institucionale, rolit të shtetit dhe vizionin ndaj diasporës, kemi edhe kënaqësinë të kemi në studio drejtorin shqiptare të Agjencisë së Mërgatës së Maqedonisë së Veriut, zotri Fatlumi Jusufi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e ime të jem pjesë e këtij emisioni. Neve zakonisht Mërgatën e kemi pikën e dopt të tonën, të familjarëve tanë. Më duket se nuk kemi nga një familje nuk ka nga një person që nuk e ka. Jashtë dhe na djeg pak zemra, kështu që besoj që kjo bisedë do jetë shumë konstruktive për të gjithë ata që na shohin. Ata që nuk e din, cilat janë kompetencat edhe përgjegjësitë kryesore të kësaj agjencisë? Kompetencat kryesore të agjencionit Mërgatës, do me thonë ne si agjencion kujdesemi për ruajtjen e të drejtave dhe i statusit të mërgjimtarëve, zakonisht qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut, po dhe ju japim mbështetje për çfarë do lloj nevoje që kanë ata. Me një fjalë, ata kanë ku drejtohen për hallet e tyre, për problemet e tyre, ju jeni gjithmonë si një agjencion i cili i mbështet. Por kryesisht mund të them që jemi si servis qendër që t'u hapim direkt edhe nga për institucionet tjera ku kanë nevojë. Po, përmende jeni aty për t'i ndihmuar Mërgatës. Cila është mënyra që ju ofroni ndihmë dhe mbështetje, me cilat institucione më saktësisht zakonisht ne kemi bashkëpunim me shoqata dhe organizatat jo qeveritare apo të mërgjimtarëve, okay. Jo qeveritare, po edhe qeveritare. Po ashtu në vendin tonë kemi bashkëpunim edhe me institucione përkatëse, siç është Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, Fondi Pensional, Ministria e Kulturës dhe Ministria e... Me një fjalë, me gjitha institucionet keni lidhshmëri dhe mundoheni që t'u alehtësoni problematikat apo ato polemika që i kanë mërgjimtarët, sepse ata ka periuda që shkojnë të gjata jashtë, ndoshta edhe nuk janë të vetëdiesuar se si ndodhin gjërat, ndryshimet në vend, ndërsa ju jeni këtu për t'u lehtësuar çdo funksion. Aktivitete keni shumë. Cilat janë ato më prioritare të agjencisë suaj për ruajtjen e gjuhës samtare që e kemi ne? Zakonisht ne si agjencioni Mërgatës çdo vit pothuajse angazhojmë shkolla verore me të cilat do me thonë ato shkolla ndodhin në një javë në fund të korrikut apo në fillim të gushtit. Ku mbahen të shkolla? Këto zakonisht mbahen në Ohër dhe aty angazhojmë mësimdhënës që t'ua mësojnë historinë e vendit tonë. Po ashtu kemi angazhuar edhe mësimdhënës përmes platformës online, vetëm duhet të aplikojnë fëmijët e mërgjimtarëve tanë për të ndjek ligjëratën në gjuhën shqipe edhe jashtë, përmes platformës online. A mban agjencia regjistër të organizatave të emigrantëve dhe sa shoqata janë të regjistruara, sepse përmendet më herët ju keni lidhshmëri me shumë institucione. Cilat janë ato, do me thënë, shoqata dhe sa janë shqiptare? Gjithsej kemi afër 700 shoqata. Një numër kogja i madh. Dhe shqiptare janë, mund të them, mbi 100. Dhe kemi bashkëpunim, shtash kanë fillu takimet, sidomos shtash i mirëpresim edhe mërgjimtarët për fund vit. Për fund vit, po. Dhe disa i presnë për takime në zyrat në ambientet e agjencionit të Mërgatës. Okej, në cilat shtete ndodhet numri më i madh i mërgjimtarëve? Numri më i madh ndodhet në Gjermani, Zvicër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Itali edhe Australi. Cilat janë problematika që më së shumti i kanë ata? Po problematikat më së shumti ata i kanë rreth dokumentacioneve. Rreth për shkak që
Ripërtrimit të dokumentacioneve keni fjalën, po. Kemi raste ku kemi dëgjuar letër njoftimi nuk mundet ta nxjerr, pasaportën nuk mund ta nxjerr apo shkak presin shumë në këtë aspekt dhe nuk kanë kohë. Edhe s'kan kohë se pushimet e kanë për shembull 2 javë, 3 javë dhe ati vizitojnë familjet apo të miren me dokumentacion. Po. Kështu. Si mund ta kontaktojnë agjencinë mërgjimtarët? Përmes adresave tona elektronike mund drejtohen për çfarë do lloj problemi, nevoje apo gjëra tjera që mund ne t'ju ndihmojmë. Ju i keni dyert hapur gjithmonë. Hapur për të gjithë mërgjimtarët. Pse është e rëndësishme që mërgjimtarët të pajisen me shtetësi të Maqedonisë së Veriut? Sepse ca edhe mendojnë se nuk më duhet, e ka marrë të shtetit, hipotetikisht e them të Gjermanisë, çfarë do më duhet e Maqedonisë? Është e rëndësishme shumë për shkak se ato duhet t'i gëzojnë këto drejtat njëjtë sikur ne si i kemi këtu. Dhe për ata unë insistoj që ato të morin shtetësinë e Maqedonisë, se do t'ju nevojitet për të drejtat e tyre. A e kanë më të vështira ata se neta? Jo, nuk e kanë. Është procedurë ndoshta edhe e njëjtë? E njëjtë, është vetëm për ata që janë shtetas të Republikës Maqedonisë së Veriut. Normalisht, po. Përmende edhe kampe verore, po dua ta di edhe kampet sportive që i keni për fëmijët e diasporës, cili është qëllimi? Njëjtë si kampet verore, ashtu edhe këto sportive. Këto zakonisht angazhohen për grup moshat prej 7 vjeç deri 15 vjeç, ku miren me sportivitete të ndryshme, do me thonë basketball, futbol, po edhe not, edhe kjo mat në strugë dhe në ohër. Ati kemi angazhuar dhe angazhojmë trajner, po edhe mjek për kujdesin e tyre. A ka të interesuar? Po ashtu vlen të ceket se edhe shpenzimet, të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga agjencia. Okej, a ka mjaft të interesuar? Pala e jonë, jo, nuk ka shumë të interesuar. Po si ta njohin më realisht agjencinë? Çfarë duhet të bëhet që ata të ofrohen, të njihen se ndoshta edhe nuk e dinë? Njimi i agjencionit të Mërgatës nuk është edhe aq i këndshëm, po ne përmes rrjeteve sociale, përmes takimeve me shoqatat, përmes televizionit mundohemi ta ngrisim. Që të vetëdijsohen, të dinë se kanë ku mund të drejtohen për ndonjë problematikë. Cilat janë pritshmëritë më të shpeshta të mërgjimtarëve? Pritshmëritë më përpos dokumentacionit. Po ajo është dokumentacion, do me thonë ato dojnë punët administrative që i kanë, në vendin tonë të jenë sa më të shpejta dhe më të lehta që në mënyrë t'i marrin dokumentacionet, po ashtu vlen të ceket edhe ku kemi bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme në pikat kufitare, edhe aty po fatmirësisht kemi arritë tash qeveria, Ministria e Punëve të Brendshme me bë një pikë kufitare që mos të presin, mos të lodhen, po se e dim atë pritjen e së ngarkuar edhe neve nëse dalim nga vendi, jo ata që udhtojnë mbi 30 orë. A synohet rikthimi i tyre i përhershëm? Ka dhe synohet, ka interesim të madh, ama ato janë, do me thonë, ato mërgjimtarin dojnë të vinë dhe të investojnë vendit. Kthejnë në vendin tonë dhe të investojnë. Mi, po këto do të kyçet edhe agjencioni për investimet huaja. Se ajo u ndihmon rreth dokumentacionit, rreth hapjes bizneseve të tjera, po edhe i ndihmon bizneset. A ka ashtu raste që vinë kthehen pas një periudhe të gjatë? Se para se të filloj me intervistën, e kishim një bisedë me Afrim Aliun, ishte i cili 35 vite kishte jetuar në Zvicër dhe tani është kthyer. Është kthyer këtu, ndoshta ka hapur edhe ai një biznes. Edhe përmes agjencionit për investimet huaja. Është e lehtë që të synohet dhe të bëhet kjo. A ka një kontribut ekonomik nga Mërgata? Për kontribut ekonomik shtash me platformën, do me thonë 2026-2030, do të ketë diçka edhe kjo në bashkëpunim, do me thonë, me qeveri, neve si agjencion. Gjithsesi duhet të ketë bashkëpunime mes institucioneve, po, të ndryshme.
e thamë në fillim, ruajtja e identitetit, ruajtja e kulturës, ruajtja e traditës është shumë e vështirë. Sidomos për ata të cilët dalin jetojnë në një shtet evropian, ta ruajnë identitetin. Sa është e vështirë për ta bërë këtë, sidomos për fëmijët që janë të rritur jashtë vendit, se duhet t'i kuptojmë në një farë mënyrë. Kjo vlen më shumë për brezat dytë dhe të tretë, domethënë ne si agjencion bashkëpunim po edhe me prindrit, me familjet e tjera të marrim hapa konkret për mësimin e historisë të vendit, kulturës dhe kështu me radhë. A ka programe që lidhin diasporën me universitete, me shkolla? Kemi dëgjuar që edhe jashtë ka shkolla shqiptare. Kemi shkolla shqiptare, tashmë hapur edhe një në Belgjik. Mirë po ne si institucion, kemi botuar edhe libra dhe vit për vit botojmë edhe u dërgojmë enkas për fëmijët e mërgjimtarëve tonë, ku këtu i kam disa libra. Ka patjetër? Është një për abetare për ngjyrosje. Kjo është sigurisht për ata parashkollorë. Parashkollor është kjo për mësojmë alfabetin shqip. Vetëm t'ja tregoj atyre që po na shohin, është në mënyrë e ilustruar shumë bukur, që edhe mund të argëtohen, të bëjnë ngjyrosje, po edhe mësojnë shkronjat. Jemi të shkronjat që për momentin, dhe këtu e kemi çadrën, kemi çorapet dhe normalisht qeshmen, dhe mund të edhe ngjyrosin, po edhe mësojnë gjuhën në mënyrë sa më të lehtë. Ja, mund të shihet kjo. Gjitha regjinë kam të mrekullueshme janë aq me njëherë e kapin lajmin. Edhe kjo mësojmë alfabetin shqip, është e bo me... Po, kjo është, edhe kjo është me ilustrime, kjo është me fotografi të bukura. Ja, kemi mundësi, do me thënë, nuk është, vetëm duhet të duan ta mësojnë gjuhën shqipe, se mundësit i kanë të shumta. Ja, ku kemi edhe shkronjën mbëlsira, tani në mëngjes na hahet neve, kemi edhe shkronjën F, shkronjën G, do të thonë për të çdo shkronjë ka ilustrime të ndryshme. Po, dhe kjo kemi bazat e gramatikës, e punuar nga gjuhës shqipe, po. Autori është Aslan Hamiti. Profesori Aslan Hamiti dhe Ismail Hamiti, po, i kemi edhe pjesë të emisionit rregullisht kur na duhet normalisht. Po, në këtë libër është enkaz për mërgatën. Flitet edhe është e përpunu me aq bukur sa vetëm për fëmijët e mërgatës. Janë të interesuar për të marrë këto libra? Janë interesuar, zakonisht unë ju dhuroj çdo herë kur kam takime ose udhtoj jashtë vendit, ju dhuroj kështu libra. Keni ju takime jashtë vendit, na thuaj se si ju pranojnë kur shkoni, hallet më të mëdha cilat i kanë ata? Hallet më të mëdha ato zakonisht kërkesat, këto dokumentacione. Problemi vetëm i atyre është dokumentacione. Kanë edhe probleme të ndryshme, mirë, po unë isha i ftuar shtash në Zvicër për disa shoqatave, shoqatat mërgjimtarëve të Haraçinës dhe shoqatat e mërgjimtarëve të Slupçanit, ku aty u dhurova mirënjohje. Isha për nder të festave të 9 nëntorit, më ftuan dhe ishte organizimi i mrekullueshëm. Ata festat e nëntorit më duket i shënojnë me ma shumë pasion dhe shumë dashuri, se ne se me nxjerr presin atë ditë dhe unë jam e bindur se mërgjimtarët e ndjejnë më shumë patriotizmin, sepse e ndjejnë sikur kanë lënë diçka anësh nga shpirti, nga trupi i tyre, dhe festat e nëntorit janë shumë festa të mëdha për ata. Jam e bindur se keni kaluar shumë mirë dhe ju kam prit mirë se jam njerëz bujar. Bashkëpunon e përmende, bashkëpunon agjencia dhe me komuna konkrete që lidhen me mërgjimtarët? Keni bashkëpunime? Me komunat ne do... Për projekte konkrete e kam fjallën? Me komunat ne punojmë, do me thonë, agjencion, shoqatë dhe komunë. Shoqata e cila vren konkretisht prej asaj komune, kështu qarkullon, do me thonë, shoqatë... Keni një trekëndësh? Po. I cili ka... Dhe ju më ndihmojmë për çfarë do lloj kërkesë që ka. Po tani jemi edhe me digitalizimin, jemi koha e digitalizimit, jemi koha e gjithçka e internetit. Si qëndron puna e digitalizimit, pasi që problemet kryesore i pas kanë dokumentacionet. Ekziston mundësia që shërbimet e tyre të... Ekziston dhe jemi duke punuar. Rreth kësaj është ndër pika prioritet tona që ta kenë qasjen e shërbimeve sa më të lehta. Rast konkret kemi, unë isha
kisha për vizit disa nga Austria, paguimtar, ata ma kërkuan që ta morin në mënyrë elektronike dokumentacionin, mos të thojnë shembull prej në Vels në Vjenë, po të kenë online mund ta morin në mënyrë elektronike. A ekziston një mënyrë e tilla? Do të mund të paktën pretendohet që të Ministrinë e Punëve të Jashtme, qeverinë, besoj që do të arrijë. Do ja dalim. Po jemi tu e tu në kohën e digitalizimit, tani e kemi më të detyrueshme këtë. Një mesazh nëse u jep Mërgatës, cili do ishte ai? Mërgata jonë është e çmuar, gjithmonë ka qenë e çmuar dhe unë dua të falenderoj shumë për kontributin e tyre ndaj atë. Faleminderit Fatlum. Unë besoj se ata që na ndoqën morën informacione, do e dinë se ku mund të drejtohen në sekondat që kanë ndonjë hamendje, pse jo ndoshta kur të drejtohen dhe e dëgjon një hall dikush tjetër, shumë lehtë edhe më lehtë gjendet zgjidhja e problemit aktual të cilit e kemi. Dhe shpresojmë që Mërgata ta sheh këtë intervistë dhe të dinë se ku mund të drejtohet për problematikat që i ka. I falenderit.